vjeçari mirë se erdhe Mirë se në qeta. Food Lovers Kitchen, në kuzhinën më të famshme në Tiranë, them unë. Dhe më shqeto se sa të pim ujë sot, unë nuk e kisha menduar kurrë. Faleminderit. Ne do pim ujë sot. E di, janë një zhgënjim këto po. Dhe unë nuk e dija që ti ke hequr dorë nga vera në mënyrë drastike. Trisht. Pa, Në mënyrë faleminderit. të pakthyeshme apo nuk e di më. Për momentin është pak thim, pastaj të shohim. Për momentin jemi të bindur te qëndrimi ynë. Mirë, ne duhet t'japim përparësi ca gjërave që janë më të rëndësishme, po marr të gotës këto. Më duhet të theksoj edhe për miqtë e mi që më ndjekin që nuk ka pasur shkaqe shëndetësore, kanë qenë gjithë estetike. Kështu që E rëndësishme është që ti ndihesh mirë kështu, po kjo është dhe e dukshme, se unë edhe do të pyesja madje që na trego çfarë ke bërë që ti ke humbur kaq shumë kile në mënyrë të shëndetshme, se të shoh shumë në formë. po, nuk është Ozempiku. Ozempiku është moda e fundit tani apo jo? Po kanë gjitha të ftyrën në Ozempiku ato. Mua të merrin kështu, jo. Jo, ti Kam shumë frikë. ti je shumë mirë, madje ke marr nur, ke marr shkëlqim, po kjo do të thotë që të kesh një jetë shëndetshme, një menu edhe një dietë shëndetshme ushqimore që po kujdesesh me shumë. Dgjoj, unë kam pasur dhe vazhdoj të kemi marrëdhënie të shkëlqyer me ushqimin dhe me tavolinë. Dhe vazhdon ta kesh. Dhe vazhdon ta kesh. Nuk të ka humbur kjo. Jo. Do të Kjo japim është. përparsen. E ndjeva që filloi puna. Dhe ti sot ke zgjedhur një recetë që do na e shpjegosh se si dhe pse. Edhe sa e shëndetshme është të konsumojmë pasta. Jo maksimumi, po Po mirë, nuk do heqim dorë nga të gjitha tani, se ç'a kuptimi do kishte. Po më vika shumë e çuditshme që unë s'do bëj dot gëzuar. nuk të përgjigjem dot, keq më vjen, turp është për sedrën time. Jo, se edhe unë Shqiptare, por edhe unë po i limitoj ca gjëra. Kam hequr dorë dhe unë nga disa gjëra, por nuk i tregoj. unë e bëra në radhë parë se pati një impakt shumë të madh tek unë fëmia. Dhe nëse për gjithë jetën time, se i bëra fëmijët 20 vjeç dhe s'kisha pasur një jetë para tyre, para se t'isha baba. Po e kisha jetuar goxha të plotë rinin time si beqar dhe kur lindi goca e parë, lindi dhe e dyta që ishin 2, ndjeva që unë duhet isha 100% për familjen time. Dhe kur je fan si verës, sa që isha unë, ke orare ditës që i harron dhe të humbin. Më kupton dhe sidomos dreka ose darka, me verë, është botë më vete, është punë më vete, është qef më univers më vete. Dhe tani që janë shumë vogle, besoj, zero. Kur të rriten me kismet. Me çfarë ke zëvendësuar këtë rituali, se jam kurioze tani. Pra, nga një ritual vere, që na e dim shumë mirë që të pirit verë është një tjetër dimension. Qoftë shoqëria, qoftë biseda, qoftë ai rituali që ti shijon në atë procesi që bën. Me çfarë ke zëvendësuar? Më thej që ke hequr kafen, alkoolin, verën. Pëlqen që e ndave alkoolin dhe verën. Vera është tjetër gjë. Jam fans i këtij koncepti, vera dhe alkooli janë dy gjëra të ndryshme. Dgjoj, e ndan e para me veten dhe përshtat jetën tënde me atë. Por sidomos kur kjo përkon në të njëjtën kohë me fëmijët, ti nuk ke kohë të arsyetosh që të ka ndryshuar rituali. Ti thjesht merresh me fëmijët në atë kohë që ke. Sepse është kjo faza tani që është shumë intensive dhe ti nuk ke dhe kohë të reflektosh tani. Kështu që e kupton edhe pse u shty kaq shumë kjo gjëja. Të ndihmoj. Kështu që merresh me atë gjën edhe nuk e ndjen që s'po pi. Por ka ditë. Ardeta më beso. Ta beso. Ka ditë që domos kur ndonjëherë kur gocat kanë qenë të vështira për të fjetur, ka ca momente që shoh kanë ca vera shumë të mira në sallon. Dhe ke pasur momente I kalon aty ulesh në divan, edhe ignoron. Jo, po janë afër televizorit dhe janë ato etiketat. Ke pasur verat e mira, kanë dhe etiketa të punuara mirë. Dhe ti shef atë etiketën që është një vepër arti.
dhe ti e di që aty brenda ka dhe një tjetër vepër arti të thua. Dhe ti prap nuk të ndohesh. Por jo, kemi rezistuar, Më pëlqen Ta ideja. dish tani. Jo të vërtet të inkurajoj edhe të komplimentoj. Sekreti Nuk është numër e 1 thjeshtë. i kuzhinës së Flavio Qarrit është hudhra. Okej. Sot kemi një recetë, ma shpjegoj një çik. Sot kemi një recetë italiane të veriut italisë. Sepse në rajonet caktuara të jugut e përdoren gjithashtu salcicën e pulës, por jemi funghi porcini, salsicce deri, salsicce deri dhe pasta casarecce, ky është modeli. Ky është ajo që do receta. Kjo do receta se ka një mënyrë lidhje kjo me yndyrën e salsicës që është krejt tjetër. Është dhe shumë e shishme. Dhe prandaj kombinimi i të dyjave është i tillë, se ajo nuk ka një krem shumë të trash, e ka pak më vajor dhe me casarecën ka një kombinim spektakolar. Se duket që je një food lover i stazionuar. Më lejo të tregoj një udhtim timin, e ke parasysh këtë legjendën urbane që thonë gjithë, ajo është shumë herët. Mos duhet ta ulum të? Yes, Okej. jemi shumë herët. Po pra se po dogjëm. No. Me kujdes njerëz, me kujdes. E ka pak shumë E morëm me relans. pa mendje. Ke parasysh këtë legjendën urbane, duhet ta kesh dëgjuar, ti, sidomos amerikanët e artikulojnë shumë, veçanërisht në rrjetet sociale që shkon në Itali, ha çdo gjë të mirë dhe nuk shëndoshesh ose përkundrazi dobësohesh. Dhe në 2022-shin shkojmë në një udhtim shumë të gjatë në jugun e Italisë, në Salento, gjithë Salento, Puljan, edhe këto vendet e tjera fqinje, dhe unë e kisha mesataren 1,5 kg në ditë. Sa ditë qëndrove? 2 javë. Dhe kam dhe... Ti doje të vërtetoje këtë? Dhe shoh dhe nga fotot, ke vetë ditën e parë që jam quasi normal. Pastaj ditën e dytë që kam një ëndje nga alkooli, nga vera, kam ca episode të ai udhëtimi i Italisë që do i mbaj mend shumë gjatë dhe gjysma janë të tmerrshme për të treguar se çfarë është bërë trupit. Tani kemi hudhrën, kjo është fitoreja e parë. Por para se të bëjmë gjëra me hudhrën, do të bëjmë gati salcicet, që kjo është detyra jote. Shqyqyr që më dhe ndoj detyrë, se mendova që... Kjo është punë. Se as nuk pas kam as për të pirë, as për të punuar, imagjino do me thënë. Tani këtu do punëm... Pak të ndjetë një fet limos. Mund të t'jap recetën e gin tonikut tim të dikushëm, për ata që po na ndjekin. Gin toniku më i miri të gjitha kohërave, ka një dopje gin. Një shishe të vogël, ke pasur sasinë e vogël të tonikut? Pa. Prerjen e vogël? Ajo. Lajm, pak të shtrydhur dhe të freskët. Okej. Kastravec julienne. Sekreti është Edelflower, version shurup. Jo me alkohol, vetëm shurup. Provojeni dhe flasim, Edelflower shumë pak, sa për ta thyer gjinin, dhe është një nga gjërat, dhe kjo gjë më merrte në qafë, ishte pija ime e verës. Përveç pjesës që bëja dikur edhe aperolin më të mirë të Ballkanit. Tani hudhra, njërën do e mbajmë kështu, se do e përdorim fillimisht kur të bëjmë salsicet, ose salcicet, siç na pëlqen t'i quajmë, dhe më pas të tjera do i punojmë pak që t'i kemi për kur të shoqërohen me kërpullat. Okej. Do me thënë, në thjesht duhet i heq këtë pjesën dhe pastaj mendon ti se si do t'i bësh. Yes, nuk do, me që janë kështu formati është simpatik, do i presim vetëm një herë. Pra nuk duhet i prishu, nuk duhet i dëmtoj. No, prishi s'ka problem. Domethënë gjysma e sasisë do të jetë racione, si ta shpjegoj. Domethënë na duhen, më thonë se qofte sa gjysma e asaj. Unë po i qëroj pastaj ti bëj si të duash. Flavio, po çfarë kujtimesh ke me pjesën e kuzhinës dhe të gatimit? Në fëmirin tonë, dhe nga je ti me origjinë? Prindrit të dyja nga Vlora. Se unë e lidh shumë të pjesën e të ushqyerit dhe kuzhinës me vendlindjen. Me vendlindjen, me fëmirin, me çfarë na ka rrethuar. Nuk e kam një gjë të tillë. Mama ime ka gatuar gjithmonë shumë mirë. Dhe mbaj mend mbi të gjitha ajo që mbaj mend është një vetë ndërgjegjësim për cilësinë e produkteve. Pra, në shtëpinë tonë, sa mbaj unë mend,
Ka qenë një debat i vazhdueshëm cilësia, freskia dhe stina e produkteve. Dhe të këto ti e dalloje që po vinte vera nga që bëj ajo gjella e parë me gjella verore, me ato domaten, me oriz, këto orizi kuq që bënin dikur. Peshku ka pasur një diskutim të gjatë se ai brezi ndërmjetëm dhe ishin shumë të freskëta rrëfimet për komunizmin që na shoqëronin dhe sigurisht që do e bëj atë diskutimin. Mirë, po marrëdhënia ime vërtet me ushqimin fillon prej punës. Unë ka filluar aty punë shumë i ri dhe shumë i vogël. I ka nga shtëpia herët, domethënë. Dola shumë herët nga shtëpia dhe isha gjithkohës në kontakt me ushqimin rrugëve. Me fast foodin, Jo me fast foodin, se i kishe mundësi çik më të mira për shkak se puna në televizion dhe kishim mundësi, po u shkëpute nga gatimi i shtëpisë pra. Patjetër, po për shkak të punës shkoja futeshim edhe në shtëpitë e njerëzve dhe do kishe një kontakt. Për shembull, kur kam parë mazën për herë të parë, më duket se zbulova drogë, që s'e dinte njeri, ose kam një episod me herën e parë që hëngra fli dhe mendova se aty zbulova arsyen sepse i thonin fli. Ishim në një fshat që quhej Gol. Në malësitë e Hasit dhe e kishim marrë këtë flin në Bajramculli. Ishte një dyqan i vockël, që si ishte as dyqan, se ishte një qepen rreth, s'kisha parë qepen më të ngushtë në jetën time, 60 cm. Dhe hapi deri në gjysmë ky qepeni dhe dinin njerëzit që aty shitej fli. Po. Dhe ajo gruaja që punonte aty e merrte flin nga tepësia gjigande dhe e fuste në qese plerash, në një qese gjigande, topa dhe duke si kisha marrë thesin me plerat asaj gruas për ta çuar diku tjetër. Po ishte një fli e jashtëzakonshme, ajo e bërë siç duhet. Nisemi për udhtim se ishte herët. Megjithatë mundin që ka flia për t'u bërë. Po. Dhe ndalojmë te ky fshati në malësitë e Hasit. Dhe atëre se kishte ca birra, që në fshatra gjen gjëra të llatarshme. Dhe ishte i birr që kishte shishen sakto 1.5 shet, po ishte qelçi, gjigante kështu dhe. Ora 11:30 paradite, unë drejtuesi i mjetit kameramanit, hafli, ping ajo. Në 12:15 ne ishim përqafuar me njëri tjetrin dhe po flinim karrige të tre. Ishte pamundur që ta përballojmë. Flia e bëri punën e vet. Yes. Sa çishtë dhe kemi gati. Po. Tani. E ndezim ata e bëm gati. Kjo është në fakt me e ulur si. Ku jemi aty? Zjarr mesatar, a duhet një zjarr mesatar? Mesatari. Aty e vëm dhe bëjmë gati vajin e ullirit, që është hapi numër 1. Dhe njëkohësisht me vajin e ullirit vjen hudhra. Jemi okay kaq më? Po, është perfekt. Se do lëshojnë dhe këto. Është ajo aroma që unë jam shumë fan si yndyrës natyrore dhe e përdor dhe e ricikloj në gatim yndyrën. Ashtu ë? Po ne e përdor yndyrën e pancetës kur është që e dini që është. E ngrihen edhe ruan për ta përdorur prapë. Po, e produkte të tjera. Tani mos humbim kohë. Unë kaq detyrë kisha domethënë. Po, tash do mpyesësh për gjërat. Ti do bësh intervistë, kjo është detyra jote. Unë do bëj gazetarën sot, domethënë. Yes, unë do bëj shefin. Ti do bësh shefin. Që mund ta kisha bërë? Po ti shefin në fakt e ke bërë paralelisht gjithmonë. Besoj gjithë e din që ti gatuan, je dashamirës ushqimi. Besoj që e din që gatuan. E din që kam qef të hapo, nuk e din që kam qef të gatuaj. Më tregoj një çik se si e fillove ti profilin tënd, si u bëre ti, si u bë gazetaria, profesioni yt. Qenë e vetmja gjë që kam menduar të bëj me jetën time, që nga dita parë. E ke ditur që herë domethënë? 11 vjet që isha i qartë. Kush ishte ai inspirimi, spuntoja që ty të ngacmoi këtë idenë? Nuk e dija, kisha një person spunto, kisha persona qef që më pëlqenin si e bënin punën. Për shembull, unë sa herë që shikoja ndiqja Adi Krastën, thoja ky është ekselent i Jo, unë kam një ndikim çik më të madh nga televizioni italian, por sigurisht edhe Adi është frymëzim, të lëm shaka domethënë, por frymëzimi i parë ishte televizioni italian, dhe e kisha me shumë qef, dhe shive tani,
Kjo është hilja. Që këto të bëhen sa më mirë të mos na vonojnë. Këto prandaj duhen për sa më të vogla, po jo aq të vogla sa t'ju humbi ajo. Sa t'ju humbi forma dhe të shpërbëhen. E ke vënë konceptin e umamit që do të jetë kafshata perfekte, edhe këto do të kenë një përmas që të jenë kafshata perfekte. Dhe për të u kthyer ke zanati. Mund t'ishe bërë shef kuzhinë ti, Flavio? Ta them pa modesti më i mirë në Tiranë. Shikon. Unë besoj ke përkushtimi 100% ndaj gjërave. Në momentin që ti investon në atë përkushtimin, mendon që mund të isha pllakaxhiu më i mirë në Tiranë. Po, sepse do investohesh. Elektricisti. Çfarë do gjëje që të bëja, nëse e bën 100%, dhe është e pamundur që të mos bësh i rëndësishëm këtë gjë. Edhe si shef kuzhine. Jam dakord. Po që nevojtë të ta duash pastaj, normalisht. Por 11 vjeç dëshiroja të punoja në media, nuk e dija se si, por e dija që do e bëja këtë gjë. Dhe imagjinoj 11 vjeç kisha ndonjëherë, e mbaj mend tani ca net vere që atëherë i vetmi vend ku mund të aksesohet dritare e banjës. Dhe përse ajo nuk bënte shumë, se po të hapi një tjetër kur je fëmijë vjen prindit. Tani e kuptoj, për shkak që të vjen prindit pyet pse pa hap dritaren çka ke. Dhe vetëm që nuk binte në sy të dritare e banjës, dhe mbaj mend dritaren e vogël dhe mbaj mend edhe qellin e asaj vere kur unë mendoja që çfarë do bëja, kur të rritesha dhe si do e bëja ëndrrën time realitet. Si do e gjej mënyrën pra që për të punuar në media, po. Dhe më është dhënë një mundësi nga tani doli aroma. Yes, kjo ishte ideja. Tani këto duhet të bëj një proces rozolamento. Me zjarr të ngadaltë. Po. Japin kohë. Mua më pëlqen shumë ky procesi. Ky OCD-ja. E vendosje së këtyre pa u përplasur me njëra tjetrën. Pa nxituar, pa vrapuar. Unë mund të kisha surprizuar me një omlet të kopjuar nga Jean Papin, që është La Fine del Mondo. Okej. Dhe që bëhet me majonezë. Pse hoqe dorë apo të duk? Omleta ishte shumë mëngjesore. Ishte shumë mëngjesore ajo. Dhe shumë e shpejtë. Okej, mirë, do më tregosh recetën pak të tam omlet, se këto pastat me sa shoh. Është çmenduri. Nuk do i ham. Tani kësaj do t'i japim pak kohë, kështu siç janë. Kështu siç janë, pa i lëvizur, pa i mbuluar, pa këto kripe dhe erzat i kanë. Flemrojnë ato, më jep një fazolet thatë këtu. Jo, këto përgjithsisht kam zbuluar edhe kam verifikuar më pas që dhe një pjesë e madhe e produkteve kripa para ose në mes e dëmton procesin. Edhe e nxjerr ujin e tyre. Këto na duhet që ta mbajnë ujin e tyre sa më shumë që t'i mundur. Ndërkohë këto e kemi bërë copë, bëjmë edhe një pastrim vogël këtu. Nuk jam kaq kuzhinier i kujdesshëm saç po hiqem tani. Po meqense kemi ka kamera. Dispozicion. Por meqense kemi në Terezi situatën tek ne sotme mund ta bëjmë dhe është shumë e domosdoshme që të përkushtohesh edhe ke gatimi, edhe ke metoda mbi të gjitha. Metoda shumë e rëndësishme që përdor. Ajo shpeshherë bën dallimin edhe në gazetari, edhe në kuzhinë. Sigurisht, metodologjia është shumë individuale, shumë personale që ajo dhe na identifikon. Yes. Kam përshtypjen. Ke patur ti një profesor, Flavio, që të ka frymzuar për këtë, që të ka mbështetur ato modelet që ne i krijojmë dhe ne na frymëzonin, sa që duket sikur sot këto fëmijët tanë nuk kanë shumë modele ku të marrin dhe ku të frymëzohen, ose të paktën në shkolla. Duket sikur mësuesët me gjithë ngarkesën që kanë nuk janë më modele frymëzimi, por është kthyer çik në mekanik kjo procesi i profesionit tyre. Unë kam pas 2 mësues në 8 vjeçare, do të them një barcalet. Është barcaleta më e shkurtër në botë. Unë kam luajtur basketboll. Kjo është barcaleta më e shkurtër në botë. Ke lozur vërtet? Por kam luajtur vërtet edhe me rezultate të shkëlqyera dhe kam pas një trajner basketbolli dhe një mësues letërsie, ishin të dy, s'kishin lidhje me zanat. Ishin të dy mësues jete. Mësues jete të një niveli të paarritshëm, do të thënë vetmja gjë që mund të krahasohet me nivelin e përkushtimit që ata kanë pas ndaj çdo fëmije, jo vetëm ndaj meje.
ka qenë e krahasueshme vetëm me shoqëria e poetëve të vdekur, me Robin Williams ke ai film. Mua më vjen shumë keq që më duket sikur këto Ky nivel pasioni. Eksakt, mungon sot kjo gjë. Se di, çfarë do të them, kam dyshimet e mia për gjendjen e arsimit në Shqipëri, po mungon nëse ne dalim më keq se Palestina në renditjen e Pizas. Sepse pak kur kam qenë në shkollë ishim në nivel mesatar evropian. Tani e rëndësishme është edhe për kërpullat. Ti presim po. Vetëm disa që janë veçanërisht të mëdha, ti presin. Të tjerat duhet ta ruajmë pak ne do kishim dashur që ti kishim të freskëta porcine, por duke qenë se s'është sezoni. Ne jetojmë në një vend ku edhe improvizojmë. Dhe dua t'i përmend këta, njëri quhej Arqile Lipe, mësuesi im i letërsisë, një njerëz që edhe nëse ti ishe një depresiv pas një lloj pasioni në jetë, ai ta fuste si drogë në gjak, pasionin për gjithçka dhe e mbaj mend pasionin me cilin ai fliste për Celentanon, mbaj mend pasionin me cilin na përshkruante ndikimin dhe bukurinë që Michael Schumacher kishte në garat me makina dhe se si pasioni për Ferrarin e bënte këtë gjë dhe mbaj mend se si na fliste për futbollin dhe kjo gjëja ti hap syt. Pra çdo gjë që të fliste të përfshinte në një formë që ti ta doje. Në sigurisht pastaj do ishte shumë i mirë dhe letërsisë nëse dëgjoje Lean patjetër. Ndërsa Lorenz Kukavici, trajneri i basketbollit dhe mësues fizkulture te shkolla më e mirë e Tiranës, Servete Maçi, ishte e njëjta gjë dhe e kundërta. Sepse kishte të njëjtin pasion, por ishte praktik. Ti jep edhe një perspektivë tjetër, besoj. Po ishte shumë i qartë në raport me botën. Da bënte shumë pra, të kuptueshme. Njëri ishte politika teorike, tjetri ishte real politika. Dhe ishin një këndvështrim ndaj botës spektakolar dhe nuk e di. Mund të kisha qenë ky që jam sot edhe pa gjimnazin dhe fakultetin. vetëm me ata të dy të sigurisht edhe mësues tjerë. Patjetër që gjithë na ndikojnë, Kam pas fatin të punoj me profesionistë të llatarshëm. Patjetër, në fakt edhe prandaj dhe përmenda se un pash para pak ditësh një postim tëndin që për 7 marsin tim që i falenderoje edhe i përmendje të gjithë ata që kanë ndikuar në profilin tonë, në formimin tonë profesional dhe jo vetëm. Është shumë e bukur kjo mirënjohja kur ne nuk i harrojmë ato modele që kanë shënuar. Jo, po është dhe mirënjohje, patjetër. Është dhe mirënjohje. Ai është një moment të sinqeriteti dhe mbi të gjitha ti mund të punosh me dikë, po nuk është se ti je një produkt i mbaruar. Pra ne nuk kemi pajisje ingranazhe inxhinierike që do futemi në një kallup, do dalim ashtu dhe ashtu do të jemi deri ditën e fundit sa të na kputet në një copë, edhe të bien edhe të ikim. Tani jemi ke faza që duhet i kthejmë. Okej, shef që kanë marrë një gjysh shumë simpatike. Tash këtu ka një hile. Nuk hidhen kapullat këtu. Se i lëshojnë ujin dhe i heqin atë. Yes. Hiqen këto dhe kapullat kanë gatim më vete. E ke parasysh atë, nuk e di se është një shprehje që qarkullon, që ne jemi një konglomerat i çdo kujt që kemi takuar në jetën tonë. Ne ham ushqim italian se kemi pas një mik italian. E kam parë dhe është e vërtet. Është e vërtet, sepse duket sikur çdo person që ne takojmë lë një ngjyrë, lë një gjurmë te na. Patjetër. Ora qefi është që ti marrësh kujdo më të mirën, jo vetëm lekët. Si jemi këtu? Ne jemi shumë mirë, unë besoj që hudhra duhet hequr tani. Po. Ka mbaruar. E kreu misionin e vet. Kreu misionin. Ja si puna atyre njerëzve që po thonin, pra, kaq ishte. Kaq ishte rrugtimi. Kaq e kishte detyrën, kaq ishte cikli i saj në jetën e Selçiçeve. Tash i pas marrin këtë faqen, atëherë mund të luajmë me ato pak. Këto duhet t'i japim kohën e tyre natyrale. Të gjitha anët. E duhet të jesh shumë makaronat. Babi me fat mes vajzash. Shumë mirë ndihem thënë drejtën dhe janë fëmijë të llatarshëm, me gëllushëm, por çdo prind mendon kështu për fëmijët e vet, kështu që nuk po ta lodh kokën me
çfarë dashurie janë gocat e mia, mbi të gjitha puna që ka bërë Hilda me ato është fenomenale dhe dukshëm ndikimi i asaj si printe, ato i ka bërë që në këtë fazë të jetës tyre që t'jenë qenie njerëzore shumë interesante, me karakter, me personalitet, me autoritet, me krenari, në atë të voglën e tyre, po që është shumë e dukshme trajtat edhe ndikimi. Në fakt kjo është ajo, është ai investimi më i madh që Një sekond tani. do të bësh tek fëmijët. Tani është momenti që duhet të tregojmë maksimumin ton. Tani metoda ime e preferuar është që kjo gjëja mos bëhet uniform, po të jetë pak selektive, se edhe këto Mos janë të gjitha. nuk kanë një mënyrë uniforme të vetuarit, kështu që do një maniakalitet këtu. Që çdo kafshat të garantoj, për shembull këtë lloj. Çfarë recete gatuan më me qef? Gjitha. Më thënë që kinje tradicionale i gatuan, i pëlqen, i konsumon. Atëherë, unë jam, si e kemi ndanjë, unë jam mjeshtri i tiganit. Dhe çfarë bëhet në tigan Çdo është gjë që jotja. bëhet në tigan është e imja. Tenxherën nuk e njoh. Nuk e thek. Dhe nuk jam Se futur merr asaj përsipër pjese. ta bësh domethënë. Edhe furrën kam filluar ta eksploroj me shumë kënaqësi. Dhe kemi pasur rezultate spektakolare, sidomos në mishrat veçantë, lepur, zogjë të egër, kështu gjërash. Fatmirësisht njofjet ndihmojnë shumë edhe në këtë dhe kur ke njofje që mund gjesh produkte të veçanta, Që nuk janë fort kollaj për ti aksesuar. po, ajo ndihmon shumë dhe mishi më pëlqen shumë. Kaq mund ta provoj, kaq mund ta konsumoj. Që ka është qefi. Si jemi? Jemi mirë me pikën e dur? Shumë mirë jemi. Jemi ndje. Okej. Shumë e rëndësishme që t'jetë selektiv ky procesi. E po qa presioni që do gatuaj me kamera. Se ke bërë në herë të besoj. Da. Duke të detja si Lul Basha ka edhe video mos filmo, Ka gjithmonë një mënyrë për ta treguar talentin dhe pasionet. Yes. Jo vetëm të bësh kritikun, analistin. Në gjohë, unë e bëj kritikun me mbi bazën e një farë eksperiencë. Sigurisht. Edhe kur në vitet e para isha Ti do ishe një kritik gazetar shumë i barbar, mirë edhe ushqimi, Flavio. po unë e kam bërë kursin e sommelierisë. Kështu që kam një bazë shumë profesionale enogastronomike. Nuk është se vi vetëm me urinë time për gjykuar. Edhe kam qenë goxha serioz herën e dytë kur e bëra. Herën e parë që ai deu. Herën e parë na dhanë, ke parasysh në kurs sommelierie, për ata që se kanë bërë, të japin një produkt, kush është kamera, do të tregoj, ajo aty. Të japin një produkt plastik, një tenxhere të ngushtë që është sputakjera. Që ta hedhësh, mos ta Që pish ato që teston. e provon edhe e mbështet aty. Dhe kur mbaroi kursi, mas 14 javësh, unë e kisha në qese akoma atë. Se kisha hapur kur. M'fal, se është kursi i shtrenjtë për të qenë. Provoje për herë të parë vera amerikane, australiane dhe ti Si vërtet mund t'i hidhje atje, do si mund t'i hidhje. po që thua, të lutem. Okej, këto mund t'i heqim pa frikë. Ke tani. thekëruar mirë, kështu që tani Tani janë t'japim gati. një mbledhje kështu serioze. Okej. Nëse vëre është shtuar pak fare volumi i i yndyrës. yndyrës, kjo është një nga benefitet e mishit të derrit. Okej, këtë ku mund të më vështes që mos bëjmë pis? Këtu të tani. Kjo është përgjithësia, kjo është sektori jot. Një sekundë, atëherë po e përdor, po e ricikloj. Do ketë një moment ujë ajo patjetër, po nuk na Do t'i shqetëson. tharë. Mos duhet dhe një qik më shumë kjo temperatura e kësaj tani në të rast? Unë them të qëndrojmë aty ku jemi për shkak se është nga që ka qenë dhe surgelato, mund të dëmtoj teksturën e porcinit ton. Okay. Dhe kështu që ja japim kohën që ta Jam marrim. kurioze hudrën ku do ta kemi.
sa po t'iki ky ujë. Okej. Sa po t'iki ky ujë. Mos ta trazojmë me këtë lukun thuhet ti se mos na dëmtojnë apo jo? Jo. Ato do ta bëjmë patjetër. Ka ndonjë gatim, produkt, gjell, ushqim që ti se konsumon? E urrë, bamja, ose më e bamja. Se bamjet janë të merri i voglis, po kur rritemi të gjithë fillojmë t'i konsumojmë dhe madje kthehet nga urrëtia kthehet në dashuri e përjetshme. Jo. Pas ka qenë ky rasti yt, Jo, domethënë. vazhdoj të kem të njëjtën urrëtie të bindur ndaj bamjeve me fantazi dhe me pasion që i neveris edhe në shtëpinë time, edhe në këtë të renë, edhe në të vjetrën, bamjet janë një pasion i madh, Të pa mirëpritura. por unë i kam një alergji të tmerrshme. Po, to fillojmë me pasta ndërkohë, po jo si mendon? Yes, tash është momenti që jemi gati për Ta pasta. vlojmë edhe ujin e Se këto zakonisht e duan një 10 minutë. Po si janë çik më të Okej, je Forta, gati për një zakonisht. gjysmë tasi? gjysëm, po. Okej, të japim kokë sa që të çaj vaj. Sa të marrin çik val kjo. Krip ke hedhur? Aty kam hedhur kripa. Vaj? Kemi me krip, vaj si kam hedhur. Do pak. Ka një çik diskutim kjo. Unë jam fan si vaj. Edhe unë Një pikë bëja, do. edhe unë e bëja këtë gjithmonë dhe një nga shefat tanë më tha, jo, ne doja hedhim gjithsesi. Ma thuaj argumentin Jo, po ta them, shkencor po ta them argumentin. të shefit. Sepse duke qenë se ajo merr vaj, Mhm. nuk e merr salcën siç duhet, pra nuk ngjitet salca në pas, në makaron, aq sa do ngjitej pa u lyer me vaj. Dhe bën një lloj sensi për mua. Se besoj. Se besoj mbi të gjitha, duke pas parasysh se sa neutralizohet vaj nga amidoni që lëshojnë në makaron. Mendon Kështu kështu. që unë kam qenë nxënës më i mirë kimie Do ta se sa ky hapim shefe. do ta bëjmë një kështu këtë me pyetje për të gjithë ndjekësit tan, po edhe për shefat, i përfshim një çik. Një miku im Okej. që quhet Valer Lubonja, që më erdhi në mendje tani, Mhm. një person që Tash është një moment simpatik për piper. Okej. Para se të jemi ke, Një person që ne kemi punuar bashkë kur hapëm shoqatën e ushqimit dhe mirëqenies. ka shoqat ushqimi dhe mirëqenie? Si më nuk e diti. Po flet me dikë që nuk shoqata është, ime. po flet me dikë që nuk është as ke shoqatat e gazetarëve. Kështu që Dhe më thoshte se më kujtua kjo pjesa që ta nxjerrim, ta postojmë edhe të marrim reagime të ndryshme. Më thoshte me kuzhinjerët o shkollaj, thoshte. Hedh një shashk aty në mes, si bëhen qoftet, edhe lëri dhe ikse derisa ta zgjidhin se si cili ka bëhen recetën e qoftet. vet. Kem mbaruar punë. Do dhe 2 minuta kjo situata këtu. Okej. Këtu jemi mirë. Flavio, kush janë hobet e tua, pasionet e tua? Çfarë bën Flavio kur nuk është në emision, televizion? Kush është një ditë e jotja e zakonshme? Vrapi. Jo, kjo periudhë ka qenë shumë e ngarkuar në fakt me në punë, po çuditërisht hobi im është boksi. Sfundmi apo ka qenë Ka gjithmonë? qenë herët, unë jam fan si i viteve 90 i Po flitet për boks dhe pijet ujë më burr. pikërisht. Boksi nuk shoqërohet me verë, më fal. Jo, po ndonjë pije të rënd, donte. Nuk është aq i dhunshëm sa duket. Mendoj që është më Se shumë. mos është moment delikat ky. Më shumë se aq, tani duket se janë mirë këto. Tani jemi ke momenti ideal. Ne mund të bëjmë një gjë. Ne të dy të ham të salcën, Okej. ndërsa stafi do hajë pasta. Mund të hajnë edhe kështu, pasta in bianco. Për kortezi u hedhim pak vaj ulliri edhe Prap mia do jenë si të qoftë. Një sekond tani. Okej. Tani mund të këtu jemi ke vazhdosh kremi, se- jemi te kremi i se do më thuash pastaj i më porcini. ndërhyre dhe Jo, s'më jo, doli fare, receta fare. siç doja unë etj. Po s'doli kushdo që do e konsumoj do thotë, tani. Pa jo është shumë e mirë dhe porcinit janë një nga ato fiksimet e mia të jetës. I ke provuar porcinit e fukës, besoj të kanë ardhur. Shumë, edhe kemi një produkt fantastik që më vjen mirë që e kemi filluar. Ka kohë që e kemi filluar ta trajtojmë, por që Nëse unë më me mirë. aq sa e njoh unë Shqipërinë. Sot jam i mendimit, jemi pak fare herët. E merr ajo se shumë e nxehtë, Ah, okay. ka shumë temperaturë kjo soba jonë. Po më thoja?
që unë them që e njoh shumë mirë Shqipërinë, cep e cep. Dhe sot e kësaj dite, Ti për shkak të punës ke eksploruar besoj. Po edhe për qef duhet kesh vizituar, duhet kesh. Gjë për qef shkon në vende të bukura, për punë shkon në vende që janë më të bukura. Shkohet për qef. Po që janë vende më të bukura. Për shembull, ja them unë një vend i parë që më vjen mend që s'ke qenë, në Zapot. Në Zapot, jo s'kam qenë në fakt. Në zonë e mrekullueshme. Do të ta them pse kam qenë, po mund ta bëj çik dark këtë podcast, kështu po ta kursej, është një vend i Kukësit, ku banon një minoritet i vogël shumë simpatik Goran. Po janë shqiptar dhe Goran. Dhe atje mund ta gjesh të gjallë dhe interesante traditën e veçantë të grupimit qytetarësh. Por po thoya që për shkak të informacioneve që un kam për terrenin shqiptar, ne sot fatkeqësisht jemi në të njëjtën pozitë që ishim para 20 vjetësh, jemi një potencial i pa zhvilluar dhe një realitet i pa eksploruar ende. Pa eksploruar, pa shfrytzuar ende. Kurse si, dhe ka plot djem, vajza, të rinj, të reja, të më në mosh, që bëjmë produkte në për Shqipëri që të ikën truri dhe sidomos kur ke udhëtuar dhe jashtë dhe në për Europë dhe dëgjon atë vanitetin me cilin veçanërisht italianët ose francezët mburren për ato gjërat e tyre. Nuk e di, unë kam qenë Të lash pa ujë më duket. Faleminderit. Në një udhëtim të vogël pranvere në Itali, mbaj mend që ishte periudha e kungullit dhe udhtonim nëpër fshatra dhe ata që secili fshat kishte recetën e vet për se si e bënte. Zuka, fior di zuka, ne e bëjmë kështu si e bëjmë ne. Të vinte me kanë të tyren ato, e kanë pikë të fortë atë pjesë. Marketingun ushqimor. E kanë pikë të fortë. Ata kanë fortë. përgjithën vetëm me një, e diti që është një iniciativë vogël shtetërore ajo? Jo, këtë nuk e dija. Unë mendoj që ato si natyrë, si njerëz, ju vjen natyrë shumë kjo. Jo, s'ka të bëjë natyrën. Ajo është një histori e vogël e viteve e fund viteve 80, e kohës Kraksit, kur qeveria italiane ndërmori një ajo është bërë super, Flavio. Mund ta shohësh, mund ta shohësh. Tashi, e di për çfarë është momenti? Për shoqet tona derkucet. Pa. Kemi po na hahet. Jo, jemi 1 minutë e gjysmë larg tharjes, që do jetë periudha kur këtë ujë do e përdorim për pak ujë. Por kjo do pak, kemi një çik bert bardhë për kjo? Po. Ashtu. E do një çik bert bardhë kjo. Ta shuajmë me verë të bardhë. Unë po e sjell ndërkohë. Nuk do e shuajmë, tamam. Po, pse s'do ta shuajmë? Edhe pse është ky, do ta egzaltojmë. Na jep 2 avantazhe, një shok termik dhe mbi të gjitha një kapsulim të aromave, fix. Tani do i bëjmë metodën e risottos kësaj. Ne hedhim pak, sa për ta tronditur. Jo të gjithën për një herë pra. Jo të gjithën për një herë. Unë jam kundër kapakut me qerallafit. Po nuk doja të krijonim shumë i vija sa të duash. Të pak të merr herë. Okej. E lëm këtu për momentin. Tani e ndihmojmë pak këto pasta më. Si jemi? Ku jemi? Ty në duhet kjo. No, jemi larg. Por ka filluar tani nëse do duhet të bënim një overdoing, mund një pak fare limon, po pak fare të shtrydhur. Sa për ta luftuar pak atë rëndesën që kanë të dyja të kombinuara. Sikur ta provojani çik, si mendon? Goja lëng në këto momente, po do dhe pak ajo, lutem, jo tani. Mirë. Jo tani. Them unë. Po e lose me zore kemi. Të lutem. Për 40 sekonda do bësh provën e degustimit. Po numroj. 1, 2. Qa është kjo? Vergu di tupa?
Jo, ajo është... Gewürztraminer. Jo, është një varietet shqiptar që duhet jetë shesh i bardhë. Me këtë aromë? Kam përshtypjen, unë. Kush që ka ky që s'bë ka hile të vera? Një sekond. Po, është një shesh i bardhë. Dhe ka rrit këtë aromë? E hapur? Edhe të mendosh po që ishte e hapur. Komplimente. Është kantina Kasar, kantina Jakova. Varietet shqiptar. Dhe kemi bërë një super salcë, kremoze, shishme, aromatike. Unë metoda që përdorun jam që kundër kullimit këtyre. Sepse duhet pak ujë ndaj pastave. Se do pak ujë në vet ajo. Përsa bukur. Jepi, pa frikë. Nuk e saltoj dodë, mos u lodh. Mos e saltoj, ja se e bërë. Nuk e bëj dodë. Okej, tash tim ndihmo me atë që ka ngelur aty. Bravo. Okej, ka qishte aty? S'ka më? Edhe një qik. Unë jam... Edhe unë është kuja. Jam kundër shpërdorimit. As edhe një nuk e qojmë dë. Tani, këtu kemi nevojë. Pika e përsosur. Këto që mos na bëjmë avull kjo. Pika e përsosur është kjo sugo duhet të arrijë në nivelin minimal dhe maksimal. Duhet të ndjehet, po të mos ketë konsistencë dhe sasi të madhe. Tash që t'japim pak kohë. Sa të ta thaj pak atë lëngun e tepërt, apo jo? Yes. Këtë nuk e kemi fikur, besoj. Tash ndryshon temperatura për shkak edhe të masës që ka tigani. Se është pa. Po limonin kur do e shton me kësaj? Jo, tani iku momenti limonit. Pasta nuk shkon me atë limon. Por nga pamja që shoh, jam xheloz. Është e dukshme, po salcën do e hashti këto salçiçesh. Edhe pse përpiqem ta shmang kur janë takuar me makaronat. Po më thoje për gatimin tënd dhe eksplorimin. Eksperimentet e para i kam bërë që i vogël kur banoja te prindit pasi kisha bërë gjiro në restorant. Doja dhe bota që shihej nëpër restorante s'kishte lidhje fare me gatimin e shtëpisë. Dhe doja që takoheshin pak më shumë. Doja që t'i afroj. Po. Dhe atëherë kam filluar, pastaj sigurisht gjithë shefi ka qenë shihimi i bashkëtesës. Dhe mundësia për të bërë gjithçka që do të bësh në shtëpinë tënde, privatësinë tënde. Si do i inkurajoje meshkujt që të përfshihen pak më tepër në kuzhinë? Megjithëse sot s'fundmi besoj që përfshihen më tepër, po dikur nuk asocioheshin burrat me gatimin. Në shtëpia, jo për shefat, s'po flas për profesionin. Nuk e di sa e vërtet, çfarë perfeksioni. Më fal, shef dikush këtë, ju e shihni këtë? Më fal, Tani është momenti për ta... Tani është momenti për të bërë si Renato me kolli, për të thënë ka qime! Jo, nuk ka. S'ka marrë pjesë fare. Është momenti për ta larguar këtë. Cila pjata preferon, Flavio? Nuk jam fan si këtyre të pastat, por mund t'i përdorim këto. Okej. Të bëjmë një impiattamento. Me çfarë erëzash do na duan ato sipër? Unë them që do prerë në tresh. Jo e plot gjethe. Kaq të vogël më? 2 gjethe për pjatë. Okej, të coptuar pra. Yes. Okej, mirë. 3 copa do nxjerrësh për 1 sekond. Jemi këtu se dëgjoj, kur ke fëmijë, je shumë i kujdesshëm me ndarjen e barabartë. Kemi hatërmbetje të llatarshme pastaj. Ma merr mendja. Ma merr mendja. Dhe nuk ka gjë që e bën pushimin e lotit. Prita shohim me këtë. Kjo vatra është e ftohtë? Kjo këtu po. Si jemi, mos kemi Në gjethe në tresh, më tha. Yes. Okej. Pa frikë.
Po pra. Sikur ç'do bëjmë. Do një ftesë tjetër pak vaj ulliri sipër. Jo, jam kundër atij. Po se ka ndyrë goxha, po. Asaj rifiniturës, po nuk është kjo fiksimi im, receta. Është fiksimi im si konsumatore vaj ulliri. Ke drejtë në ujë kjo? Ba. Nam. Qa aroma ka? Në ti e i sigur që këto nuk do ta hash? Pirut të lutem. Pirut të lutem. Ke aty. Ma jep dhe mua një nami le të bëhet. Më shim duar, Flavio. Edhe zjerin e ke bërë se duhet, ë? Unë jam shumë dakord tani të marrim këto dy pjata dhe shkojmë do ulemi atje.